E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin këtu në kanalin Monitor TV. Tani do të ndalojmë pak të flasim për një situatë të krijuar brenda shtëpisë mes Albës edhe Bia Kalifës. Këtu përfshirë edhe Jasminën. Jasmina natën e parë kur hyri në shtëpinë e Big Brotherit, hyri me një mlef edhe me një urrejtje kundërdrejt Albës, sësa që edhe unë e komentova se mu duk diçka e tepërt, diçka mendoj që ishte komplet e projektuar nga jashtë, vetëm që të krijonte një dinamik, të krijonte një situatë edhe të merrte atë vëmendjen e publikut, që publiku të fliste për të. Por siç duket ditët në vazhdim, ajo urrejtja apo ai dinosauri që Jasmina hyri brenda në shtëpi filloi që të zbutet dhe po shndrohet në lepur, domethënë kundërdrejt Albës. Bia Kalifa, një nga personazhet që unë e quaj personazhet më të denigruar të këtij edicionit, e them këtë publikisht. Bia Kalifa natën e mbrëmshme pati një lloj provokimi me Albën, domethënë është një provokim i vazhdueshëm. Dhe unë e kuptoj se nga ku rrjedh ky provokim, sepse Bia dhe Alba kanë patur të njëjtin rrugtim në jetë, në kuptimin e dashurisë. Dhe tani, dy vajzat siç duket kanë një xhelozi ndaj njëra tjetrës, por në fakt unë kam menduar që Alba është ajo që ka problem me vetbesimin në aspektin e xhelozisë, por e shoh që me vetbesimin në lojë, domethënë me arritjen e saj, me qëllimin e saj, ka problem Bia Kalifa. Dhe Bia Kalifa në asnjë mënyrë nuk i kontrollon dot emocionet dhe të vë një lloj bastoni që unë jam kjo dhe nuk ndryshoj nga parimet e mia. Domethënë, Bia ka ca parime të cilat i then, i shkatron dhe në anën tjetër mundohet që ta denigron Albën. Natën e mbrëmshme pati edhe prekje me dorë, që domethënë ja hoqi le ta themi këtë cigaren elektronike nga goja Albës dhe domethënë ajo që në fakt i ndihmoi në këtë mes është Jasmina që e hoqi Bien dhe e shoh që nuk ka reagime nga produksioni në asnjë mënyrë. Tani, unë nuk e kuptoj cili është qëllimi i produksionit në këtë mes. Domethënë qëllimi i produksionit është që të krijojë një luftë të madhe, një dinamik të madhe dhe të gjithë të merren me këtë se çfarë ndodhi, domethënë duhet të rihen që produksioni të ndërhyjnë, sepse unë e shoh një lloj urrejtje te Bia kundërdrejt Albës. Tani Alba është stratege. E kam thënë këtë, domethënë ka strategjinë e saj, nuk i duhet ndihmë për lojë, është e zonja e vetes, i arrin qëllimet vet, i arrin klikimet vet dhe nuk ka nevojë të ndihmon askush. Por nga Bia shoh një lloj urrejtje. Tani dua të marr mendimin tuaj. A mendoni që sonte do të vehet në diskutim ngjarja e Albës edhe Bijës, sepse e shikoj që Alba domethënë po lehet pak si anash, ose produksioni është kundër saj dhe po punojnë me Bijën pafund që Albën ta acarojnë, ta nxjerrin nga vetja, sepse nëse Alba do del nga vetja do rriten klikimet ashtu siç u bë Arushi viral. Domethënë, sa është e sinqert kjo lojë dhe çfarë shikoni mes këtyre dy vajzave?